9 funksionar të lartë, deputet dhe kryebashkiak janë në listën e prokurorisë me dyshimin se ata janë subjekti ligjit të dekriminalizimit. Top Channel verifikoi listën e prokurorisë nga burime zyrtare dhe rezultoi se 6 prej tyre janë deputet dhe 3 kryebashkiak, ai Poliçanit, Tepelenës dhe Pogradecit. Artan Gaçi, Armando Prenga, Gledion Rahovica, Aqif Rakipi, Omer Mamo dhe Mill Fufi janë deputetët që Top Channel konfirmoi se po verifikohen nga prokuroria. Të gjithë ta zyrtarë janë të mazhorancës, përveç Mill Fufit dhe kryetarit të Bashkisë së Pogradecit Eduard Kapri, që para se zgjidhej në këtë detyrë, përfaqësonte Partinë Socialdemokrate. Ndërkohë dhe Mill Fufi është i përjashtuar nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike, pas votës së tij për 1 nga 7 ligjet e drejtësisë dhe nga Selia Blu llogaritet si votuesi i mazhorancës. Ajo çfarë bie në syre se në procedurën e verifikimit, prokuroria ka përfshirë dhe Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Burimet besueshme konfirmuan për Top Channel se prokuroria e përgjithshme ka dërguar në KQZ disa shkresa me përmbajtje të njëjtë për 9 funksionarët publik, duke kërkuar informacion se në çfarë stadi verifikimi janë formularet e tyre të dekriminalizimit. Ky është një proces që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve e ka kryer për disa muajsh kur u bë dhe mbledhja e formularëve të deklarimit dhe konfirmohet se përgjigjja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve është se 6 deputetët dhe 3 kryebashkiakët nuk janë në pozitat e humbjes së mandatit. Përgjigjja zyrtare e KQZ-s është nisur të hënën drejt prokurorisë, e cila është vetmja hallk që mund të hetojë për të shkuar në këtyre zyrtarëve jashtë kufive të vendit dhe më thellësisht në kohë dhe në përmbajtje. Deputeti Artan Gaçi reagoi i befasuar pas lajmit për verifikimin e tij nga prokuroria dhe tha se kurrë nuk është ndaluar, arrestuar apo dënuar në Europë apo vende të tjera. Sipas deputetit socialist, nëse do të kishte ekzistuar ndonjë dyshim, ai nuk do të lejohej të hynte me 10 herë për vizita zyrtare në Senatin dhe Bashkitë e Italisë. Edhe kryebashkiaku i Tepelenës Tërmet Peçi mohoi të ketë kryer ndonjëherë ndonjë vepër të parashikuar në ligjin e dekriminalizimit. Tërmet Peçi tha se nuk ka qenë asnjëherë i dënuar, por ka vetëm një gjop makine 150.000 lekë. Ndërsa kryebashkiaku i Pogradecit Eduard Kapri tha se ishte i hapur për verifikim, edhe pse nuk ka patur asnjë probleme të kaluarën. Kapri e përdori reagimin dhe për të sqaruar pozicionin e tij politik, duke mohuar zërat se është afruar me LSI-n dhe se i përket Partisë Demokratike. Nga ana tjetër, deputeti Aqif Rakipi tha se nuk ka bërë asgjë dhe nuk ka asgjë për të fshehur. Sipas deputetit të PDI-s, prokuroria ka kohë që po verifikon dhe nëse do të kishin gjetur gjë, do ta kishin publikuar.